Ekzekutoi gjyqtarin Astrid Kalaja, hapet GoFundMe për Elvis Shkambi, një shifra e parave të mbledhura pas ngjarjes tragjike në gjykatën e apelit në Tiranë, ku gjyqtari Astrid Kalaja u vra me armë zjarri gjatë një seance gjyqësore. Rrjetet sociale janë përfshirë nga reagime të ashpra dhe të ndara, ndërkohë që një pjesë e komenteve kanë justifikuar ose madje kanë mbështetur aktin e dhunshëm të autorit Elvis Shkambi. Së fundmisht hapur edhe një faqe GoFundMe në ndihmë të tij dhe babait të tij, Gjon Shkambi, në sloganin "Mbështetje për të drejta ligjore për të gjithë". Fushata është organizuar nga një familjar i tyre, Frances Shkambi, i cili kërkon ndihmë financiare për të siguruar mbrojtje ligjore profesionale dhe të pavarur për dy të akuzuarit. Deri më tani në platformë janë mbledhur më shumë se $8.000 në përshkrimin e gjatë të nismës. Ngjarja paraqitet si pasojë një sistemi të korruptuar drejtësie dhe dështimeve institucionale, duke u përpjekur të shndrojnë autorin e krimit në simbol të padrejtësisë shtetërore.